Në anën e Maqedonisë së Veriut, kanë nisur punimet për ndërtimin e linjës së interkoneksionit 400 kV ndërmjet Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Në ceremoninë e hapjes së punimeve, Ministri Shqiptar i Infrastrukturës dhe Energjetikës, Enea Karakaçi, e quajti projektin një shembull të bashkëpunimit rajonal. Kjo linjë nuk është vetëm një projekt bilateral, ajo është pjesë e një vizioni më të gjerë, korridori 8 energjetik që lidh Bullgarinë, Maqedoninë e Veriut, Shqipërinë dhe me te Italinë. Përmes këtij korridori, ne po ndërtojmë një urë të re energjetike midis linjës dhe perëndimit të Europës. Duke vlerësuar maksimalisht këtë projekt, ne jemi investuar intensivisht në pjesën e linjës që kalon përmes Shqipërisë dhe me krenari, por jo për të bërë konkurrencë, se nuk do të ishte vendi ky. Mund të themi se kemi arritur në 80% të punimeve për ndërtimin e linjës në territorin shqiptar. Ndërkohë, paralelisht me këtë projekt, Shqipëria po avancon edhe iniciativa të tjera strategjike. Linja e re 400 kV me Greqi, aktualisht në fazë ndihmore dhe mbështetur nga Bashkimi Evropian, do të rrisë kapacitetet ndërkufitar dhe do të mbështesë integrimin e burimeve të rinjofueshme në shkallë të gjerë. Një tjetër projekt me rëndësi strategjike të jashtëzakonshme është interkoneksioni në New York, Shqipëri-Itali, i cili synon dhe krijon një dalje të drejt për drejt një prej tregjeve më të mëdha të vendeve të Bashkimit Evropian. Sipas Karakaçit, qeveria shqiptare është e angazhuar që bashkëpunimi ashtu si në energjetik të përfshijë edhe drejtime të tjera të infrastrukturës. Projekte të tjera të rëndësishme, jo vetëm në energji, por edhe në infrastrukturën rrugore apo ato tepërrodhore, kanë nevojë për bashkëpunimin tonë dypalësh për të ecur me ritme sa më të shpejta. Qeveria shqiptare ka qenë dhe do të mbetet e hapur dhe e gatshme për të forcuar dhe thelluar bashkëpunimin në interes reciprok. Projekti i linjës 400 kV Elbasan-Bitola është pjesë e korridorit energjetik lindje-perëndim dhe e korridorit 8. Ndërtimi i saj po financohet edhe nga Bashkimi Evropian.